Qëndrojmë sërish tek një të zhvillime për të diskutuar për atentatin e ndodhur vetëm pak orë më parë në SBA, në sallën e mbledhur nga Donald Trump dhe Melania me gazetarët korespondentët dhe për atë që pritet të ndodh me atentatorin. Fation Softa, eksperti sigurisë, na bashkohet këtë moment. Faleminderit që jemi ne, Softa. Faleminderit juve. Ngjarje të kësaj natyre, çfarë tregojnë? Është një ngjarje e rëndë, sigurisht që po ndodh me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, një superfuqi, dhe në një kohë që vetë klima dhe mbrojtjes kryesisht ndaj tij dhe personalitetet e tjera të leadershipit amerikan duhet të jetë shumë e fortë për faktin që janë përfshirë në konflikt me Iranin dhe kërcënime ndaj tyre kanë qenë të drejtë për drejta. Ky është rasti i dytë kur rrezikohet, po themi, ose një atentat i drejtë për drejtë ku nuk janë organizata, po janë individ dhe kryesisht janë vetë amerikanë. Rasti i 2024-s gjatë fushatës, ku për pak mund t'i merrte jetën presidentit, dhe rasti i tanishëm, që sigurisht niveli i rrezikut ishte i ulët, por sidoqoftë ishte prapë një shqetësim për elementet e sigurisë së presidentit në një ambient dhe në një event brenda shtëpisë bardhë. Ka disa elementë që duhet t'i analizojmë kur themi një incident me armë, pra nuk themi një incident rutinë, por një incident me armë, ai çfarë funksionoi ishte reagimi i shpejtë i strukturave, që nga evakuimi i personazheve kryesor, presidenti bashkëshortja dhe zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ai çfarë çdoi, duke menduar dhe duke analizuar që ruajtja e figurave të tilla ka tre, edhe në rastin e eventeve, ka tre perimetra sigurie. Perimetri jashtëm ku bëhet kontrolli dhe personat që duhet të deportojnë brenda këtij perimetri duhet të jenë të identifikuar, pra mund të jesh staf, mund të jesh gazetar, ose mund të jesh një person i cili je i ftuar. Në të tre rastet nuk di se si ai person ka deportuar dhe ka përballë ja ka qenë në perimetrin e mesëm dhe perimetri fundor ose perimetri i afërt është mbrojtja e personaliteteve ku mundësia e afrimit ndaj figurave është pothuajse e pamundur. Pra në atë moment që ai ka përcyer me armë dhe ka kaluar perimetrin e mesëm, ka ndodhur pikërisht ai incidenti ku është neutralizuar personi, pra atentatori është neutralizuar dhe viktimat që kanë pasur ka qenë shumë minimale, kemi një plagosje të një oficeri të sigurisë, i cili është jashtë rrezikut për jetën. Por sidoqoftë kjo ngjarje ka tronditur opinionin mbar botror nga gjithë liderët botror, sigurisht ka një qasje apo një moment solidariteti me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por prapë është një tronditje, po themi, që edhe brenda një institucioni shtrohet pikpyetja si deportoi arma. Citet ende çështja është në hetim, por arma mendohet jetë marrë nga një ambient, sipas një dëshmitari, nga një ambient ku mund të jetë zona e karrocave apo nuk e di shërbime që kanë pasur. Si ka deportuar bashkë me armën, ka bashkëpunëtor nga brenda. Pra gjitha këto janë gjëra të cilat do të sqarohen për atë që ka ndodhur në Shtetin e Bashkuar të Amerikës. E qartë. Softa besoj rikujton dhe momentin kur është sulmuar Donald Trump në fushatën elektorale të rikthimit të tij në shtëpinë e bardhë. Si profile i kanë të ndryshme dy atentatorët, mosha është e njëjtë thuajse, por profilet janë të ndryshme, me të parë ndodhje kundërta që u ekzekutua, ndërkohë që të paktën sipas dënave që kemi deri në këtë moment, mësohet se është i arrestuar dhe besoj do të kemi një deklaratë zyrtare me të gjitha hetimet që do të bëhen për të dhe qëndrimin që do të mbajë ai para efektivëve për mund të themi motivin pse shkoi deri në këtë moment pra për të hapur zjarr. Çfarë tregon kjo për atentatorin dhe për psikozën e tyre?